Mas siguria është caktuar edhe për pronarin e Orange Club Spiro Iliadi si dhe për menaxherin Ermal Vata lidhur me episodin e dhunës ndaj shefit të krimeve të Sarandës Mateo Bakalli mëngjesin e 16 gushtit. Prokuroria kishte kërkuar masën arrest në burg, por gjykata ka caktuar masë më të lehtë sigurie, atë të detyrimit të paraqitjes. Të dy do të hetohen në gjendje të lirë për veprën penale veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës e kryer në bashkëpunim. Sipas avokatit Arben Langozi, masa është caktuar në dhomë këshillimi dhe lidhet me pamjet e kamerave të sigurisë. Shefi i krimeve u dhunuan nga turprojat e Orange, një prej klubeve më të famshme të natës në qytetin bregdetar të Sarandës. Sherri nisi fillimisht me sërojeve të sigurisë dhe disa klientëve në ambientet e jashtme të lokalit, ndërsa shefi i krimeve Mateo Bakalli kishte ndryrë për të shuar konfliktin. Bakalli po kalonte me makinë dhe e pikasi rastësisht konfliktin, por edhe pse është prezantuar se çfarë detyre mban, rojet e sigurisë së lokalit kanë goditur edhe në drejtim të tij. Për ngjarjen është caktuar masa në burg për një muaj e gjys administratorin e lokalit Mario Katiraj, Eglen Doj, Ardit Kasemi, Faik Hoxha, Besnik Sulollari dhe Indrit Çullhaj. Në kërkim është shpallur 28 vjeçari Pjetër Doçi, i cili punonte si roje sigurie në Orange Club.